Kënga e sotme është e re, sipas një poezie jo shumë të vjetër, për ka këndon kitara. Kitara këndon. Dhe ai shkëndon, nuk këndon vetëm për një për dy njerëz, këndon për shumë veta. Edhe datë të gjojmë çfarë thot subjekti i këngës. Cila është subjekti i tekstit, e si këndojmë. Të dëgjojmë. Shumë e bukur, unë mendoj se është këngë relative. Do këndohet. Po do këndohet pasi të keni pirë pak në një dopjo aty dy, do këndohet. Lajno. Të prushi dashurisë, puthje brejke po bëhen hi, një shkëndije marrëzisë, të shehur klejt në një thëngjil. Për kër kitara këndon tani, se te ladridhen me kashmar, unë këndoj jo vetëm për ty, po ti për cilin këndoj. Bën magji të vërtet, Kote pash, po kote preka. turpi e drojtja, por e heshtja shpëtoj dashurin nga vdekja.